Lëvizja Vetëvendosje bashkë me listën serbe e kanë votuar ligjin e ri për shtetësinë, duke i hequr kriteret kryesore që derivonin nga një rregullore e UNMIK-ut për të përcaktuar se kush mund të numërohet si banor i përhershëm i Kosovës në vitin 1998 me 1 janar, ndërsa nuk i kanë zëvendësuar me kriteret të reja fare. Kjo hap derën për serbët që të fitojnë shtetësitë të Kosovës pa asnjë kriter të përcaktuar me ligj. Prandaj edhe u votua nga lista serbe. Por çfarë ndodhi realisht? Me 3 prill këtij viti, befasisht vjen qeveritë Kosovës propozimi për miratimin e ligjit të ri për shtetësinë. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e projektligjit për shtetësinë e Republikës Kosovës. Projektligjin para qeverisë e paraqiti Xhelal Sfesla. Përmes këtij projektligji realizojmë premtimin e qeverisë për lehtësimin maksimal të procesit të rikthimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës për diasporën tonë. Por a ishte vërtet për diasporën shqiptare të Kosovës? Dhe nëse ishte, pse Slavko Simić në komisionin parlamentar i dha mbështetje ligjit? Interesonte ati diaspora shqiptare apo kishte arsye të tjera? Želim da ukažem da je ovaj nacrt zakona koji je usvojila vlada i prosledila Skupštini veoma značajan i važan također i za građane srpske nacionalnosti, također uzimajući u obzir i rješenje koje je doneto nedavno uz podršku Europske unije da se građanima srpske nacionalnosti omoguće olakšice, administrativne olakšice da lakše dođu do dokumenata. Ovaj zakon je veoma važan i dolazi u pravom trenutku. Me që vetëvendosja e donte dhe lista serbe shprehu pajtimin me projektligjin, u kërkua të votohet. Kërkohet që në parim ta votojmë e ta dërgojmë në seancë. U votua më pas edhe grupi punues për punimet përfundimtare rreth ligjit. Ligji shkoi në kuvend për votim. Ju ftoj që ta mbështesni këtë projekt ligj bashkë me amandamentin e propozuar nga Komisioni për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes. I befasishëm ishte edhe fakti se ligji për votim po vinte jo vesh ngutshëm, por me procedura jashtëligjore. Është sjell në kuvend me procedurat e përshpejtuara pa respektuar as afatet ligjore. Por ligji i ri për shtetësinë kaloi. U votua ashtu siç pritej nga vetëm 2 grupe parlamentare, Vetëvendosja dhe lista serbe. Por përse i interesonte listës serbe miratimi i këtij ligji? Dhe çka kishte ndryshe nga ligji i vjetër për shtetësinë? Ky reu që e solli Xhelal Sfesla. Bëhet fjalë për një pikë qendrore të ligjit, të cilën ligji i vitit 2013 e kishte, kurse në ligjin e ri u fshi fare. Pika 5 e nenit 32 e ligjit vjetër, atij vitit 2013, thoshte se organi kompetent, pra institucioni i Shtetit të Kosovës, do të përdor kriteret e parapara në rregulloren e UNMIK-ut numër 2000/13 mbi regjistrimin civil për të përcaktuar vetëmbanimin në Republikën e Kosovës me 1 janar 1998. Pra, shtetësia e Kosovës i takonte secilit që mund të dëshmonte se ishte banor i përhershëm i Kosovës me 1 janar të vitit 1998, por kriteret për ta përcaktuar se çka i bënte të ishte banor i Kosovës në atë vit në atë datë, caktoheshin nga rregulloria e UNMIK-ut, e cila në ligjin e ri propozuar nga Sfesla u zhduk. Nuk gjendet askund në ligjin e ri. Pra, hiqen kriteret kryesore për përcaktim se kush ishte banor i përhershëm i Kosovës në vitin 1998, por nuk zëvendësohen fare me kriteret të reja, duke e lënë krejtësisht në interpretim të hapur se kush mund të konsiderohet banor i Kosovës në 98-ën e rrjedhimisht ta fitoj shtetësinë sot. Thuhet se ato do të përcaktohen me akte të tjera nënligjore, të cilat do t'i nxjerrë ministri në të ardhmen. Akte të cilat Sfesla nuk i ka nxjerrur. Por çfarë kriteresh kërkoheshin me rregulloren e UNMIK-ut? Në seksionin 3 aty përcaktohet se për të dëshmuar se ke qenë banor i përhershëm i Kosovës në vitin 1998 me 1 janar, duhet të dëshmosh se je person i lindur në Kosovë ose person që ka të paktën njërin prind të lindur në Kosovë. Person që mund të dëshmosh se ke banuar në Kosovë për një periudhë vazhdueshme prej spaku 5 vitesh, person që sipas vlerësimit të regjistruesit civil je detyruar të largohesh nga Kosova dhe për këtë arsye nuk e mundur ta përmbushësh kërkesën e qëndrimit 5 vjeçar, ose fëmijë personave që regjistrohen sipas kritereve lartë. Të gjitha këto kritere janë larguar, nuk vlen më, për të zëvendësuar me çka? Deri tani me asgjë. Akoma nuk janë përcaktuar kriteret e reja, të tjera, të cilat është lënë të bëhen me akte nënligjore nga Ministria e Punëve të Brendshme. Do të rregullohet më tutje me udhëzimet administrative
për të cilat ne po punojmë, edhe besoj se do të sqarohen shumë gjëra. Do të thot, aktualisht ekziston një ligj i ri për shtetësinë që nuk i ka kriteret e vjetra, por nuk ka as të reja. Dhe një pyetje është tetë e rëndësishme këtu. Nëse Xhelal Sfesla është personi që do t'i hartoj kriteret e reja në udhëzimin administrativ të ri, dhe tash është në jurisdiksionin e tij, atëherë pse lista serbe nuk është e shqetësuar dhe madje e votoi ligjin e ri? Sepse ligji i ri është bashkëpunimi i qeverisë me listën serbe. Nuk do të ishte bashkëpunimi i parë, e me 6 nuk do të jetë as i fundit. Në publik kundërshtar, por tinzisht bashkëpunëtor.